Mirëmbrëma. Unë quhem Mario, jam pjesë e ICF Tirana nga viti 2012, s'mbahet mend. Dua të ndaj me ju sot si e kam kuptuar unë, cilat janë dhuratat që Zoti më ka dhënë. Edhe në atë kohë ne kemi pasur 3 festime, ishte një të shtunën dhe 2 të dielën, një në orën 11 dhe një në orën 6. Edhe kur më thoshte Altini për të predikuar, nuk më zinte gjumi. E kuptoja që e doja këtë gjë, dhe kur Altini thoshte që do predikosh ti javën që vjen, i thosha më ler pas 3 javësh, sepse doja të merrja kohë dhe të përgatitesha. Po ishte një gjë që më linte pa gjumë dhe më jepte shumë gëzim. Edhe kuptoja që Zoti ma kishte dhënë këtë dhuratë. Po si e praktikoj sot, në ditët e sotme? Në punën time, unë punoj në real estate, tani për shumë vitesh, edhe po shikoja që njerëzit bënin video, po kishin shumë siklet. Edhe thash, pse kanë kaq shumë siklet njerëzit? Pastaj thash vetes time, po ty pse të duket bateria si daulle? Sepse secili ka dhuntit të veçanta që Zoti i ka dhënë. Edhe kur shikojnë njerëzit video, më ndalojnë në rrugë dhe thonë, "Ore, shumë të bukur ato videot edhe këte, me siguri të kanë marrë një 2-3 ditë." I them, "Jo, më marrin 30 sekonda deri në 3 minuta, me thënë drejtën." Sepse ajo është dhurata që Zoti më ka dhënë. Ndaj, bëj më të mirën aty ku je me atë që ke, sepse për aq kohë sa Zoti nuk harron të të zgjojë në mëngjes, nuk ka mbaruar punë me ty akoma. Dhe me vargun që dua t'ju le është nga fjalët e urta 18-16 që thot, dhurata jote do të hap rrugë për ty dhe do të çojë para njerëzve të mëdhenj. Bëni më të mirën për Zotin